Në dini se si duket një tempull budist në zemër të Shangajt. Jam në një prej tempujve më të njohur të qytetit, një prej tempujve më të mëdhej dhe më të bukur që qyteti ka, përfshirë dhe flamuri i Kinës. Këtu është vendi ku ndizen, po i quajnë qiri, po nuk janë tamam qiri. Kjo është hyrja qendrore e tempullit. Kjo është statuja e madhe e Budës. Ndërkohë që në anët përballë janë poshtu statuja tjera, jam duke ecur akoma për t'ju treguar të gjithë pjesën e tempullit. Kjo është pjesa ku lëvizin. Ja dhe statujat e Budës. Ndërkohë është pjesa e mbrapme e tempullit. Kjo është një murale e jashtëzakonshme, e gjitha e larë në arë, dhe këmbana e cila bie vetëm në raste shumë të rralla, pjesa e sipërme, dhe bijohet në pjesën tjetër, pjesën e pasme të tempullit, dhe përmbyllet me këtë tempullin më të vogël këtu. Jam në obor. Të cilit i dhurojnë dhe gjithë këto gjërat që ke këtu, moll, pult pjekur, ëmbëlsira, në Shangaj të Kinës.